Video që unë jam ullë me Laertin dhe kam diskutuar qëfar prengu, qëfar situatet të kryojmë, qëfar t'i bëjmë këtyre banorëve për t'i nxjerrë nga vetja, kur, qëfar loje t'i bëjmë, kur nuk ka ndodhur kjo gjë. E kam bajtur shumë larg dhe unë nuk e kam pas ndonjëherë nevojën e dikuj që mua të më mbrojë në këtë shtëpi, të dalit bërtasi me zë, të më ndërhyj në debatet e mia, të gjija unë që si kanë luajtur gjithë këta me shoqëri me njëri tjetrin, që janë futur për njëri tjetrin. Unë nuk e kam pasur të nevojshme. A do isha ndjer mirë nëse dikush e ta bënte, pa diskutim që po. Por nuk ka ndodhur dhe nuk e kam kërkuar. Në asnjë moment, as më tepër të Laertit. Tashi, vjen puna dhe thotë që Bona është e fortë. Po, më po. Se unë, duke i menduar mirë gjërat, po mendoj dhe atë që çfarë ka thënë Brëm. Që ka thënë që Bona është e fortë. Patjetër që Bona është e fortë, sepse nëse do kishte thënë Bona është e dobët, Bona nuk është e dobët. Bona nuk është e dobët. Nëse do kishte thënë Bona është e dobët, do kishte thënë një gënjeshtër shumë të madhe. Kjo është e vërtetë ajo që ka thënë. Unë e ndjej, unë jam ajo. Por zgjedhja e tij nuk duhet të ishte ajo. Zgjedhja e tij sepse ai luajti pisët. Është një lojë shumë e pisët me të. Unë kam edhe dëgjoj, unë dua dal kokok me Bonën. Në fund se ti nuk je në finale, nuk arrite në finale, dhe tani ti duhet të zgjedhësh, a ta prekësh finalen me dorë? Ta prekësh atë 100.000 euro, si është një hap larg 100.000 euroshit, apo të zgjedh Bonën në këtë rast. Dhe nëse do ta kishte bërë prap zgjedhjen e finales dhe 100.000 euroshit, do kishte thënë dëgjoj, unë i di ndjesitë e mia që kam për atë vajzë, e dua fort, e ndjej veten më të fort për ta kaluar këtë sfidë, dhe unë po ndahem nëse kjo është mundësia ime e fundit. Me mirëkuptimin e Bonës, jam shumë e sigurt, kishte thënë që Bona më mirëkupton. Aty do kishte dalë i nderuar me mua. Do t'i kisha dhënë dorën, do kisha thënë, Laert Vasil, Laerti është, do i kisha ma jep dorën këtu, do kisha thënë, Laerti është Laerti. Unë të pres jashtë me fitore. Dhe do të mbështes deri në momentin e fundit. Por nuk e bëri. Nuk e bëri. Këtë ja thash pa Nuk e bëri. Këtë ja thash. Pse nuk u tregove burr. Nuk e bëri. Sa po dorën nga dhoma rrëfimit, dhe Bona erdhi nga dhoma surprizave, të takonit aty dhe ta mbaja atë fjalimin. Ta sqaroje. Bona